Një ngjarje e pakëndshme ka ndodhur në prezencë të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato mes Edi Ramës dhe ministrit të tij Blendi Goxha gjatë inaugurimit të Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Duket se në një moment Rama është shfaqur i acaruar me Goxhan, duke e bërë të dukshme edhe në sy të Gonzatos. Situata është krijuar gjatë një bashkëbisedimi ku ishte i pranishëm edhe ambasadori, ndërsa përkthyesja po përcillte komunikimin. Në këtë moment ndërhyrjet paralele kanë sjellë një ndërprerje të rrjedhës së bisedës, çka ka nxitur reagimin e kryeministrit. Rama i është drejtuar ministrit të tij duke i kërkuar të mos ndërhynte dhe të lejonte përkthimin të vijonte pa ndërprerje. Reagimi i tij është bërë në mënyrë të drejtë për drejtë, duke reflektuar pa kënaqësi për situatën e krijuar gjatë aktivitetit zyrtar. Lëre më burr të flas, lëre mos e ndërprit se më shkatrove, u shpreh Rama. Ambasadori Gonzato dhe përkthyesja kanë ruajtur qetësinë gjatë këtij momenti, ndërsa ceremonia ka vijuar më tej sipas programit të parashikuar. Kujtojmë se vetëm një ditë më parë Rama mblodhi të vetët si deputetët ashtu edhe përfaqësuesit e kabinetit qeveritar në pallatin e brigadave në një mbledhje me dyert të mbyllura që zgjati rreth 4 orë. Edhe aty u shënuan përplasje të pritshme, sidomos me Elisa Spiropalin pas reagimeve të kësaj të fundit, kryesisht kritike në drejtim të qeverisë dhe të partisë. Kujtojmë se në këtë mbledhje një tjetër fokus ka qenë raportimi për procesin e integrimit të ministrit jashtëm Ferit Hoxha dhe krye negociatores Majlinda Dhuka, me fokus të veçantë kapitullin 24 të negociatave, drejtësia, liria dhe siguria. Në takim raportuan edhe drejtuesit politik Ervin Demo në qarkun e Beratit dhe pastaj Blendi Klosi për qarkun e Durrësit. Ndërkohë munguan drejtuesit e 3 qarqeve, Korçë, Vlorë dhe Kukës, për shkak të disa angazhimeve jashtëvendit, si pjesë e një delegacioni në Irland. Në mbledhje mësohet se Rama u kërkoi deputetëve që të jenë sa më të pranishëm në terren për të punuar me pushtetin lokal në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Për integrimin, Rama tha se procesi po ecën shumë shpejt, ndaj deputetët duhet të komunikojnë më shumë me qytetarët, sidomos me biznesin, ndërsa sigurinë ushqimore e ka konsideruar si sfidën kryesore.